E falenderojmë Allahun xhaleshanuhu me falenderimet më të sinqerta. Falenderime që burojnë nga thellësia e shpirtit, ashtu siç meriton madhështia e tij të falenderohet, o Zot, ty të qofshim falja Allah për çdo mirësi që falja e dhurove. Shtoje mirësinë dhe begatin tënde për gjithë secilin prej nesh, ja Allah. Zoti ynë, mos i devio zemrat tona pasi udhëzove në udhëzimin edhe në rrugën tënde, ja Allah, ti je udhëzuesi dhe orientuesi. Atë që ti je udhëzove, kush mund ta devijoj nga rruga jote, subhanallah. Ai i cili ka zgjedh humbjen për veten e tij, për jetën e tij, kush mund ta sjellë në rrugë të mbarë dhe në rrugë të drejtë, përveç udhëzimin tënd, ja Allah. Prandaj dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim është Zoti i orientimit, është Zoti i udhëzimit, është Zoti i krijimit, është Allahu xhaleshanuhu. Dëshmojmë se i dashuri Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona, ja Allah, atij familjes tij, shokëve tij. Zot fali, mëshiroj, begatoj gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin besimin edhe rrugën, ja Allah. Zoti në Kur'an, kur tregoi për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, na tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." E në ty, o Muhammed, nuk të dërguam vetëm se mëshirë për mbar botrat. Për gjithçka që ekziston, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte mëshirë. Elhamdulillah. E kur Allahu xhaleshanu tregon se si ka qenë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, për çfarë tregon o vëllezër e mi dhe motra muslimane? E tregon që të na thotë që ky është modeli. Ky është modeli që duhet ndjekur. Ky është shembulli që dërgoi Allahu xhaleshanu. Ky është ilustrimi praktik i asaj që zbriti Zoti xhaleshanu, siç e thot Aisha, bashortja e profetit alayhi salatu wassalam, ishte i dërguar i Allahut, Kur'an që hecte mbi tokë, pra Kur'an i gjallë, të gjithë porositë e Allahut xhaleshanu ai praktikonte në jetë, pra ishte shembull i gjallë dhe ilustrim i gjallë. Prandaj, kur besimtari thot me zemër la ilaha illallah, ditën që dëshmon dëshminë e zemrës edhe të shpirtit, nuk e thot me kalu radhën, po e thot me tregu që nuk ka gjë tjetër të parë ose më të madhe në zemrën time se sa Allahu xhaleshanu. E kur thush Muhammedun Rasulullah ditën që e ke thënë që ky është shembullim që unë ndjek në jetë, atë që e dërgoi Zoti, unë e pranoj me shpirt edhe me zemër, që të heci me rrugën që heci Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Prandaj Zoti i qartësoi dhe tha: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Nëse dëshironi që juve t'ju dojë Allahu xhaleshanu, pra të fitoni kënaqësinë dhe dashurinë e Zotit, ndiqni rrugën e profetit alayhi salatu wasalam, shembullin e profetit, e do t'ju dojë juve Allahu xhaleshanu, do t'ju falë edhe mëkatet edhe gabimet tuaja. Allahu xhaleshanu tha në Kur'an: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim." Juve ju ka ardhur prej Allahu xhaleshanu një profet, një i dërguar. Ato e mundon shumë ajo që ju mundon juve. Ai është shumë i përkushtuar që të rri, domethënë, t'ju shërbej juve në të gjitha mundësitë, të jetë në shërbim të njerëzimit. Bil mu'minina raufur rahim, me besimtarët është i butë dhe i mëshirshëm, subhanallah. Me besimtarët është i butë dhe i mëshirshëm, ku jemi ne o besimtarë dhe besimtare, ku jemi ne me butësinë dhe me mëshirën tonë kundrejt besimtarëve dhe besimtarëve. Ne si musliman, ne që besojmë Allahun xhaleshanu dhe që ndjekim shembullin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, duhet ta zgjerojmë kraharorin tonë. Duhet ta hapim zemrën tonë, duhet ta zbusim shpirtin edhe zemrën tonë, që të jemi të butë dhe të mëshirshëm, siç ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam me njëri tjetrin. Po edhe si shqiptar të jemi të butë dhe të mëshirshëm me njëri tjetrin, po edhe kundrejt gjithë njerëzimit, siç ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Një person që quhej Tufail vinte nga krahina e tij, vinte tek profeti alayhi salatu wassalam, erdhi në Mekë në fillimet e shpalljes hynore, kur profeti ishte alayhi salatu wassalam ishte në Mekë. Ishte një poet i njohur, njeri i shquar, dhe kur e pan paria e Mekës që erdhi në Mekë,
nga frika se mos ndikohet nga Muhamedi alayhi salatu wassalam, nga i dërguari i Zotit, e morën në vete dhe fillun duke i fol 10 veta, 300 veta duke i fol. Shiko se ka dalë një mashtrus, shiko se është njëri që ndan nonën nga baba, prindin nga fëmia, është njëri që ka bën nomin, shiko se është njëri që ai është magjistar, ai me të fut në dorë, ai ta mush menjen, është njëri që na ka prish fenë të parëve, o ka bë shumë përçarje, o ka bë ças na ka prish tradita, gjona të gjitha komplet. E thot aq shumë më folën, thot, sa që thot u trema thot edhe vuna 2 tapa të vesh të mi, thot që kur kalosha në qabe aty, në qofë se më rastiste në herë me e pa Muhamedit, mos ta një gjosha fare, mos më ndikohesha për ti fare. Shkoj në qabe, thot, me kryja ta adhurimet, se qabe atëre ishte me idhuj. Profeti alayhi salatu wasalam ishte duke u falë, duke adhuru Allahun xheleshanu aty, në qabe, në xhami. Dhe thot isha afër, thash ta një gjë i herë. Kur fillova duke dëgju vetëm lutje të bukura, thash me veten time, po unë jam poet, unë e njoh të mirën nga e keqja. Unë thot kam një gjuhë, kam mësu aq shumë, thot sa që pse duhet një gjë tjetër, ta një gjë një herë. Dhe pastaj u afrova dhe i thash o Muhammed, a do të më tregosh diçka? Dhe filloi profeti alayhi salatu wasallam duke i lexuar diçka nga Kur'ani. Po Kur'ani Allahu xhaleshanu e zbriti me sfidu vjershën, edhe me sfidu të zotët e vjershës në atë kohë. E kur e dëgjova, thot, s'kisha një gjuhë ndonjëherë gjë më të bukur. Më hyni në zemër dhe në shpirt. Derisa më tregoi profeti alayhi salatu wasallam, thot, për Islamin, thot, ashtu siç është feja e bukur, siç e ka nevojë shpirti, pra ushqimi i shpirtit. Qofse ne ushqemi çdo ditë 3 vakte në ditë ose 2 vakte në ditë, se duhet me majt trupin gjallë, dhe shpirti ka nevojë për ushqimin e vet. Shpirti ka për ushqim shpalljen e Allahu xhaleshanu. E si që merdi, thot, në një shpirt i etur, që kishte kohë që nuk ushqej me ushqimin që i duaj, me ushqim bio, ashtu si që duaj, thot, ma pranoj shpirti dhe zemra, dhe i thashoj dërguari Allahut, të lutem, thot, lutju Allahu xhaleshanu të mjapi mu një argument, se do shkoj, thot, atje ke qyteti im, ke krajina ime, thot, edhe do t'i flas gjithve për Islamin, inshallah, thot, që ta pranojnë Islamin gjithë. E profeti alayhi salatu wasalam ngren durët e thot, o Allah, jepi Tufejlit një argument të qartë ndaj popullit ti që t'i flasi për madhështinë tate, o Allah. Rrugës, thot, kur kam shku, thot, mboni Allahu xhaleshanu njësi dritë, thot, tek domethënë e kisha unë, thot, njësi dritë në pajisje Allahu xhaleshanu, njësi dritë të dukshme, thot, ishte shumë e çuditshme, thot, dhe shkoj tek popullim. I pari që takova ishte baba, i thash, bab, të lutem, hajde ulemi se kemi diçka shumë serioze për të folë. Dhe i flet babës, elhamdulillah, ja mbushi mendjen dhe u bë musliman. I thot nusës vet, e boni edhe nusën e vet, e ndikoi, domethënë, edhe ju mbush mendja, e pranoi Islamin, pranoi Allahun, profetin. Pastaj kur doli duke i fol popullit, i foli me gjuhën e tij, megjithse ishte shumë i mpret nga gjuha, megjithse ishte shumë i aftë, ishte njeri pra shumë orator. Ata u vonun, nuk po i kthenin përgjigje, nuk po i përgjigjeshin dhe mërzitet shumë. Ja, këtu është tani ajo që desha unë dalë të historia. Dhe vjen tek profeti alayhi salatu wasalam dhe i thot, o i dërguari i Allahut, elhamdulillah, thot, familja ime, thot, e pranun Allahun, falënderimi i takon Allahut. Po populli im, thot, nuk po e pranojnë në dërgumin e Allahut. Kështu që thot, lutë Allahun xhaleshanu ti dënoj ata. Subhanallah. Sa Allahu, thot, i tregoi edhe i shenjë prej meje, thot, që se kishin pa ndonjëherë, po edhe i fola shumë, thot, me argumentet që më tregove ti, o profeti Allahut, dhe ato nuk më pranuan. Dhe madje dikush prej tyre dhe mund ta ketë zgjati çik gjuhën më tepër, dhe mund të jetë tall. E profeti alayhi salatu wasalam ngren durët dhe thot, o Allah, o Zot, udhëzoje popullin e Tufejlit. Ndërkohë që Tufejli priste që thotë, o Allah, shkatroje, i dërguari i Allahut thotë, o Allah, udhëzoje popullin e Tufejlit, subhanallah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. E ne nuk kemi dërguar ty, o Muhammed, jo më kote, tha Allahu xhaleshanu, vetëm se mëshirë për mbar njerëzimin, elhamdulillahi rabbil alamin. Neva e keni vënë re, vëllezër, dikush prej nesh merr një kauzë dhe do me e mbrojt atë kauzë, ose do me e shef parimore dhe e shef drejt. Edhe lodhemi shpejt në punën tonë, i qik mund me dhënë lodhemi shpejt. Le i herë që kur morim diçka për sipër, ata cilët nuk e përkrajnë kauzën tonë prej muslimanëve, ata kanë dalë nga feja, ata se vetëm ne jemi në fe. Mund të jetë shumë e drejtë ajo që ke marrë përsipër, po paki nuk e kuptojnë njerëzit ashtu që kupton ti. Mbase njerëzit kanë edhe angazhime të tjera, ti mbulon këtë sektor, dikush mbulon sektore të tjera ose mbulojnë hapësira të tjera, ka hapësira shumë. Mbase ti ke zgjedh këtë shteg, tjerët kanë shtigje të tjera dhe në rrugë të Zotit që të gjithë. E para i herë fillojmë
jam unë dhe s'ka njëri tjetër. E dyta pastaj vazhdon 1 javë, 2 javë, shef që nuk përkrajnë njerëzit dhe fillon pastaj të shashe, të mallkoshe, të nxjerrësh nga feja, të bëshe. Këto kanë marrua, këto kanë marrë fund, vetëm i ti ishe tamam, domethënë u lodhe shpejt e shpejt. E ndërsa Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam me gjithë çka i bën, e me gjithë çka ja kthyn, e me të gjithë çka e mundun, e persekutun, e deshën me zhduk nga faqja e Dheut, vetëm lutej për mirë për ta. O Allah udhëzoj, o Allah bëj që të kuptojnë, o Allah fale popullin tim se nuk din, ku janë këto lutje dhe ku janë këto dua të bukura që ne duhet bëjmë për njëri tjetrin, edhe për të gjithë popullin ton, subhanallah, si musliman dhe si besimtar. Tek Imam Buhariu tregohet pra në hadith sakt se një person kohën e profetit alayhi salatu sallam pite alkol shumë derisa dehej dhe bëhet tap. E merrnin e çonin tek profeti alayhi salatu selam për fajin që bënte, për gabimin që bënte. Shpesh dhe një radhë kur ju dha penaliteti, filluan muslimanët duke e shajtë, duke e mallkuar, ky është i shkatruar, ky është i mallkuar, ky është ashtu, ky është ashtu. Ndërsa profeti alayhi salatu selam që i thote, mos e mallkoni dhe mos e shani vllajin tuaj se pasha Allahun, ai e don Allahun edhe dërgumin e tij, subhanallah. Ndërsa në një transmetim tjetër, la takunu aunan li shejtani ala akhikum, mos u bëni ndihmë e shejtanit kundra vllajt tuaj, sepse çfarë ndodh? Nëse dikush pra e çon shejtanin mëkat, për çfarë e çon? Me e poshtru pra, me e përçmu, se mëkati atë tje përçmimin edhe poshtrimin, të ul si njeri, të ul karakterin, të bën si njeri të marum. E të njëjtën gjë që do me e bë shejtani, je duke e bë ti me vllajin tat. A ka njëri pa gabime, ai që flet? Nuk ka gabime, të gjithë kemi gabime, kush më shumë e kush më pak. Në vend se neve me mendu mirë për njëri tjetrin, në vend se me bë dua, në vend se me këshillu me mirë ashtu siç duhet, fillo këshilla në Facebook, e fillo sulmin Facebook për dikën që mund bëjë diçka, gjoja më e kollajt me shlu gjuhën për njëri tjetrin. Po fjalët që i thua ai mat, po fjalët që thu, inna as-sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Mos fol për gjëra që s'takojnë, sepse edhe shikimi, edhe dëgjimi, edhe fjala, edhe zemra, për të gjitha do pyetesh para Allahut xhaleshanu. Gjëja më e kollajt me fole, me shpife, me bëhe, me ashtu si profesor. Ndërkohë duke akuzuar të tjerët. Duke akuzuar të tjerët. Dhe pasha Allahun këto gjëra nuk i bëjnë njerëzit e mençëm. Njerëzit e mençëm rezervohen, shohin, kanë frikë Zotin, ata që i frikësojnë Allahut xhaleshanu. E profeti alayhi salatu selam thot, mos u bëni ndihmë thot për shejtanin thot ndaj vllajt tuaj, sepse ai e don Allahun edhe e don profetin alayhi salatu selam. Si mundet që të ndodhin pra këto gjëra ndërkohë që ne themi jemi musliman të mirë dhe duam Allahun me shpirt edhe me zemër? Prova jonë si besimtar është në 2 aspekte. E para në raport me Allahun, e dyta është në raport me njerëzit. Të dyja janë shumë të rëndësishme. Me krijesat edhe me Allahun. Mundet kalosh parën, pra me Zotin, po ngel ke e dyta, pasha Allahun, mos me të falë Zoti, ke për të shku në xhehenem. Nuk e them unë. E thot profeti alayhi salatu wassalam në hadith sakt, thot e të dërune me një muflis, a dini se kush është i falimentuari? Nuk e di më i dërguari i Allahut, pra se than një herë ai që s'ka dirhem, s'ka dinare, s'ka pasuri. Jo, tha s'po flas për këtë. Than Allahu dhe i dërgumi ti e din më tepër, edhe e din më mirë. Tha ai i cili tha, vjen ditën e gjykimit i ka se vapet sa malet, se është fal, ka agjëru, ka bë vepra, ka lexu Kur'an, ka bë bamirësi. Ama nga ana tjetër, këtë nuk kalon fjalë pa shpif. Ati tjetrit i ka hongër hakun, atë tjetrin i ka godit me të pa drejt, atë tjetrin i ka shkel drejtën, ati tjetrit i ka mohu, këtë e ka dëshmurëshëm, këtë e ka bëkshu, këtë e ka mashtru. E kur vjen para Allahu xhaleshanu, gjithë secili nga ato dëmtumi do marri hakun e vet. E si i fluturojnë në sevapet, thot profeti alayhi salatu sallam. Ato malet me sevape hikin të gjitha, madje nuk mjaftokan, fillojnë t'i lejnë gjunofet e veta derisa fundoset. Ky është thot i falimentumi profeti alayhi salatu sallam. Ndërsa përmendën tek profeti alayhi salatu sallam në hadith sakt, një grua e cila falej shumë gjatë gjithë natës, agjeronte shumë agjerime nafile, por than tu dhi xharaha bilisaniha. Me gojën e saj, me fjalët e saj, i mundon fshinjët edhe komshinj. Tha profeti alayhi salatu sallam, hije finnar, do të jetë në xhehenem. Ndënim Zoti e dënon Allahu xhaleshanu.
Pra, ky I dërguari I Allahut që lutej, o Zot udhëzoj ata cilët nuk ishin besimtar, ky I dërguari I Allahut I cili thot se ai I cili pinte alkool e don Allahun me shpirt dhe me zemër, me dëshmi për Allahut xheleshanu, ky thot që kjo që falej, edhe kjo që agjeronte shumë, vetëm se I shtinte mundim tjerëve, ishte në zjarr. Subhanallah. Mendojeni vetë pastaj. Nuk po flasën, po flet profeti alayhi salatu wassalam. Sepse njeriu në raportin që ka me Allahun xheleshanu duhet të jetë shumë I kujdesshëm. Do të jetë shumë I kujdesshëm. Ti shif gjonat e tuaja, nuk ke nevojë me gjyku njerëzit. Nëse të jepet mundësia, kemi borxh edhe kemi detyrë me këshillu në formën më të mirë, jo në publik, me kap tjetrin, sepse qëllimi I këshillës është që tjetrit ndryshojë nëse është gabim. Nuk është qëllimi me fulliq tjetrin, edhe me ul tjetrin, edhe me tregu që ti je më I dijshëm, ti je mashallah, kurse të tjerët nuk bëjnë, janë cop. Nuk është ky qëllimi. Ke ngatruar adres nëse ke kuptuar kështu, pasha Allahun, lene këshillën fare se nuk ka këshilla për ty ta bëjnë ai tjetër që ti më e bë. E lusë Allahun xheleshanu të na fali edhe të na mëshiroj. Amin. E lusë Allahun xheleshanu me shpirt e me zemër, Zoti të na udhëzoj për tek më e mira. O Zot, udhëzoj zemrat tona. O Allah, pastroj zemrat tona. Ti je I cili më së miri I pastron ato. Udhëzoj zemrat tona për tek e mira, ti je udhëzuesi dhe orientuesi, o Allah. O Allah, na falë dhe na mëshiron, o Zot, ti je më I madh I falës. O Zot, pranoj lutjet tona, ti je pranuesi I lutjeve dhe I pendimeve, ja Allah. O Zot, dalim prej kësaj xhamie me mëkatet falura dhe me lutjet pranuara, ja Allah, dhe me tobet pranuar. O Zot, ty të lutemi, largohet keqen nga zemrat tona, siç largove lindjen nga perëndimi. O Allah, ty të lutemi, ja Allah, bëje dashur fjalën tate, bëje dashur porosin tate, bëje dashur Kur'anin tënd, ja Allah, për zemrat tona, dhe na ndriçon neve jetën, mendjen, zemrën, shpirtin me Kur'anin famlar dhe me mesazhin hyjnor, ja Allah. O Zot, ty të lutem, ja Allah, na shto dashurin për njëri tjetrin, na largo urrëtin e smirë nga njëri tjetri. O Allah, ty të lutem, o Zot, neve na bëj njerëz dobishëm, kudo që të jemi, kudo që të jetojmë, ja Allah, për vetët tona, për familjet tona, për vendin ton, ja Allah, për komunitetin ton, ja Allah. O Zot, ty të lutem, ja Allah, shëroj plagët tona, shëroj ata cilët janë smur prej nesh. Të lutem, o Zot, na jep zgjidhje ndaj problemeve tona. Sfidat që kemi në jetë, objektivat që kemi në jetë, me fuqinë dhe me suportin tënd, ja Allah, ti arrim edhe ti të I kalojmë, ja Allah, ja Rab. Ti je I cili jep shumë të atyre të cilët luten, ti je I cili pranon lutjet, ja Allah, për ata të cilët luten me sinqeritet dhe me zemër, me shpirt. O Allah, na përfshin mëshirën tënde të madhe, ja Rabbi, ja Rabbi. E lusë Allahun xheleshanu të na falin, e ti fali prindit tanë, gjithë besimtarët, amin.